Zoja dhe zotrinj deputet, zoja kryetare e seancës, është një zhurmus, mund të mbyllni pa gojën një zhurmusi? Unë po e ndërpres fjalën time derisa ju të vini rregull në sallë. Lutem, zoti Bardhi. Zoti Bardhi, ju lutem. Sepse dhëmb, e vërteta dhëmb, edhe kur hipën lart, edhe kur zbret poshtë, edhe para, edhe mbrapa. Zoja kryetare, mund të kërkoj 5 minuta pushim derisa të vini rregull në sallë? Jo, zoti Bardhi, ju lutem. Do ushtroni ju atë? Jo, vazhdoni zoti Balla, vazhdoni zoti Balla. Ju lutem. Ju lutem. Tani për ligjin po flas. Sa i përket policisë shtetit, policia e shtetit meriton respekt për detyrën që ka bërë për të mbrojtur institucionet. Thirrja ime për ju, deputetët e Partisë Demokratike, është të mbështesni punonjësit e ndershëm të policisë shtetit, ata që kryejnë detyrën me ndershmëri çdo ditë, çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i dukej vetja si Chuck Norris dhe që po qëllonte kryeministrin, një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk kishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes. Ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Këta nuk ka as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që i ushqen ata me para, për të goditur institucionet, duhet mbash përgjegjësi. Dhe kjo parti politike duhet të distancohet nga dhuna kundër institucioneve. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. Lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu, sepse ti ke qenë ai që ke bërë kallëzimin. Ti ke bërë kallëzimin për këta 18 që përmenda unë. Sigur se ke bërë edhe kallëzimin për Belind Kolliçin. Sigur ke bërë kallëzimin për Edmond Spahon, për Kongresin Madhështor të dhjetorit të 2021-shit. Unë jam ai që jam, edhe e kam për nder, kurse ti do të mbash përgjegjësi për çfarë mban para, çfarë mban mbrapa, sepse njerëzit mbajnë përgjegjësi për fytyrën e vet. Dhe mbajnë përgjegjësi edhe për gjithçka firmosin. Kryetar grupi që ka çuar për djegje penale nën kryetarin e grupit. Kryetar grupi që ka firmosur kallëzim penal për nën kryetarin e grupit. Ja ky është. Edhe zoja kryetare e kuvendit, nëse ke mundësi ta bësh detyrën, unë mendoj që duhet ta bësh, ose tani është një zhurmus që nuk le, ka një nen aty në rregullore. Ju lutem. Zoti Bardhi, të respektojmë. S'po flas dot, s'po marr dot. Nuk do flisni nga vendi, ju lutem. O zoja, unë ndërpres fjalën derisa ti të kesh mundësi të bësh rregull në këtë sallë. Zoti Ndoja ka kërkuar fjalën për procedurë. Faleminderit zoja drejtuese e seancës, nderuar kolegë. Qytetar shqiptar, ky akt normativ për ndryshimin e buxhetit tregon dështimin e qeverisë në menaxhimin e ekonomisë shqiptare, dhe është fakt që qeveria nuk arrin dot të shpenzojë paratë që ka planifikuar, siç ka ndodhur edhe me buxhetin e kaluar. Tani, në një monitorim që qendresa qytetare u ka bërë projekteve të miratuara nga qeveria,
ka zbuluar se nuk arrin dot të shpenzohen parat dhe 270 projekte as nuk nisën kurrë. Mbi 500 milion euro të papërdorura. Pra imagjinoni absurdin, qeveria ka para dhe nuk i shpenzon dot. Do thoni ju pse? Halli është tek drejtësia. Tani kjo qeveri nuk mendon më për qeverisjen as për njerëzit, sepse halli i saj është vetëm e vetëm të shpëtojë nga procedimet penale. Çfarë absurdi në fundit, qeveria ka para dhe nuk i shpenzon dot. Tani me 500 milion euro mund të mbylleshin plagë historike, mund përmendim nga kompensimi për ndjekurve, mund të lehtësohej barra e pronarëve, mund të rriteshin pensionet, mund të lehtësoheshin faturat e familjeve në nevojë, dhe madje vetëm me 15 milion euro mund të zgjidhnim edhe krizën e ilaçeve tek onkologjiku përgjithmonë, në mënyrë që asnjë ilaç që duhet për trajtimin e kancerit të mos mungonte. Ekonomia shqiptare ka ngelur në vend numëro. Nuk ka mirëqenie, nuk ka rritje të mirëqenies së shqiptarëve. Dhe gjysma e të punësuarve në Shqipëri nuk kanë pagë mesatare më të lartë se 62.000 lekë në muaj. Dhe aq absurde është kjo situatë, sa paga mesatare në Shqipëri më e lartë është në sektorin privat. Çka tregon se kemi një ekonomi totalisht të kapur, madje edhe me të punësuar rekord në sektorin publik që i kalon tashmë 185.000. Dhe kjo është vetëm për të mbajtur pushtetin politik. Një tjetër fakt absurd tregon që ekonomia shqiptare është me kokë poshtë, ka të bëjë me rënjen e euros. 96.4 këmbehet sot në nivel historik, duke sjell një dëm të jashtëzakonshëm për qindra biznese. Dhe janë ato biznese të cilat konkurrojnë në Evropë, por që qeveria po i gropos përmes një plani dritë shkurtër, duke lejuar miliarda euro të pista të hyjnë në ekonominë shqiptare, kryesisht në sektorin e turizmit dhe në sektorin e ndërtimit. Pra, shikoni pak pasojat. Qeveria krenohet që ka rregulluar borxhin publik të vetën, por po kërcënon vendet e punës të mira shqiptarëve. Dhe shumica e bizneseve në Shqipëri që punojnë me euro, prej vitesh nuk rrisin dot pagat e punonjësve për shkak të kësaj arsye. Por nga ana tjetër, të shikojmë pak importuesit e qeverisë, pra ata që përfitojnë nga kjo situatë. Nuk kemi asnjë ulje çmimesh për mallat e importit, çka tregon se çdo gjë është monopol. Çmimi i naftës dhe ushqimeve është nga më të lartat në Evropë, edhe pse shqiptarët paguajnë mesatarisht 4 herë më pak. Po ndërtohet masivisht dhe pyetja që shtrohet është pse një njerëz e ka të pamundur të blejë një shtëpi? Po si ta blej? Në programin e qeverisë thuhet që pas 4 vitesh, jo tani një njerëz do marrë 1.000 euro. 800 euro e llogarisit tani si mesatare. Dhe pyetja është kështu, një njerëz a mund të marrë përgjegjësi me 800 me 1.000 euro në muaj të blejë një apartament, të krijojë familje? Kaç ofroni ju? Për të mbajtur pushtetin, ju jeni kthyer në problem të mirëqenies së shqiptarëve. Keni futur duart kudo. Madje edhe monopatinat, të cilat ishte një zgjidhje shumë të rinjve, që i përdorin për të kursyer edhe për të shmangur trafikun, ju a bllokuat pa ligj, pa një arsye, vetëm se po mendoni se aty ka një treg që një biznesmen i afërm i qeverisë ta kapi, ta ketë ai. Të nderuar qytetar, problemi që kemi sot është qeveria. Jo vetëm se ka futur duart në xhepin tuaj, por se e keni në kurriz çdo ditë. Ajo kontrollon gjithçka, tregun, bizneset, çdo iniciativë private nuk mund ta marrësh dot, sepse e di që ke frikë nga qeveria dhe do të bjerë në qafë. Po kush është zgjidhja? Zgjidhja është një qeveri me kryeministër të pakorruptuar, një qeveri e vogël, që të mos fusi duart kudo, që të jenë qytetarët që të vendosin për fatin e tyre dhe jo zyrtarët e qeverisë. Nëse nuk hapim ekonominë shqiptare, nëse nuk luftojmë oligarkët që kanë kapur çdo sektor kyç të ekonomisë, nuk mund të ketë rritje të mirëqenies së shqiptarëve. Jeni ju të dashur qytetarë shqiptarë që mund të rrisni mirëqenien e familjeve tuaja. Qeveria vetëm ju vjedh dhe u mban të varfër. Nëse mund të ndryshojmë këtë fat,
zgjidhja jeni vetëm ju. Faleminderit. Zoti Shea, i keni fjalën.